Faleminderit shumë, kërkoj falje për itjen pse prap nuk ka pas stes për konferencë, mirë po për hir të respektit. Është një ditë e rëndëmt të punës LDK, po merrem me çështje procedurale që na takojnë edhe sipas statutit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, edhe me punë organizative në drejtim të organizimit të kuvendit në mënyrë sa më shpejtë dhe sa më efikase, po e quaj kështu, në mënyrë se delegat me shpreh vullnetin e vet pas thirrjes së kuvendit që është bërë për nënshkruese që i kanë dorëzuar dje në nënshkrimit. A do të bëhet kjo me urgjencë për shkak të përdorimit të institucioneve para datës 7 gusht? Thirrja e kuvendit të LDK-s. Nuk po du me cilësu urgjente si kuvend, mirë po sigurisht që na imponon pjesa e datës së konstituimit të institucioneve, sepse është përgjegjësia e partisë atë modo me fillu punën edhe me përshpejtua ato procedura, për ndryshe grupi parlamentar është edhe deputetët janë zgjedhur, po besoj që po garantoj që është funksional, pa marrë parasysh organizimit kuvendit të LDK-s. U bë fal një marrëveshje mes Lidhjes Ta absolutisht propagandë, spekulim në niveli jo të mirë, sidomos në kohën kur ndodhi pra procesoj pa burim të informatës, pa citim të një eksponenti ose të një lajm ose një informatë zyrtare nga LDK, është spekulim, nuk qëndron. Përndryshe kryetari i ka deklaruar qëndrimin e vet përmes videomesazhe dhe ka cilësu nevojshme që me pezullu negociatat me lëvizjen e vendosjes derisa të zgjidhen çështjet tona brenda. Çfarë përmbanin negociatat që u pezulluan, zotëri? Çfarë përmban fal? Po, negociatat që u pezulluan dje. kërkesat e LDK-s. Çfarë përmban? Pa kemi diskutuar kryetari është një takim i vetëm që ka ndodhur. Po besoj që në një takim negociata që bëhen për parime nuk është diçka që ecë shpejt. Nuk është diçka që ecë me hapat në gosh. Ecë me hapat ngadalshëm ose sigurt në mënyrë që çka do që finalizohet në në të mirë të qytetarëve. Që tjera qëndrime kryetari ka shprehur edhe përmes videomesazhit, për i thesoj nuk vazhdojnë, pezullohen derisa të kryejnë çështjet tona të brendshme. A ka ndonjë emër tjetër përveç zotit Avdigjikut që do të hyjë garës për kryetarin e LDK-s? Thirrësit e kuvendit e kanë përshkruar kërkesën për çka ata e kanë thirrë kuvendin. Nuk është kuvend garus, është kuvend i vetbesimit praktikisht. Nuk është kuvend ku mund shkollën kandidatura të tjera, praktikisht si mas thirrjes së nënshkruesve që e kanë thirrur. A mendoni që ky kuvend i jashtëzakonshëm ka me dëmtu LDK në rast se shkojnë në zgjedhje të reja? LDK ka organet e saj funksionale. Ka kryetarin me mandat edhe me fuqi të vetë, lejon përgjigj na lutem. E ka kryetarin me mandat edhe me fuqi të lutë derisa një kuvend nuk vendohet ndrysh. Një ushtrim i demokracisë nuk besoj që përbën dëm, përbën kultivim të demokracisë dhe avancim në zhvillim të saj, për çdo na kemi obligim si shtëpia më e vjetër politike në vend. A ka ndonjë datë kur prapërsisht mundet me u mbajt kuvendin nëse jo këtë javë? Jo, tash duhet ta keni parasysh edhe që nënshkrimet janë dorëzuar veç dje. Është një mëri çështjeve procedurale që duhet të organizohet nga ne si sekretariat, këtë rast nga unë si sekretari përgjithshëm, i kemi nisë pjesën e themelimit të komisioneve që janë nevojshme, sigurisht që kanë filluar një pjesë e punës dhe s'ka filluar, po janë çështje të brendshme të cilat nuk isha dashur me zbuluar me pjesën e vet. Thashë kemi nisë një pjesë të punëve të brendshme në të cilat hyn edhe pjesa e verifikimit, po më tutje nuk isha dashur të punë teknike të thotë janë turno si parti. Si përfundim sa nënshkrimi janë, ju po thoni po mënej kryetari e ka deklaruar numrin e nënshkrimeve, s'kisha dashur me i përsërit vendçëdrimin që i ka deklaruar. Zoti Zemaj që 151. Zoti Zemaj është dëshmitar kryesisht, kryetari ka deklaruar numrin e nënshkrimeve sipas informacioneve që i kemi dorëzuar ne zyrtarë si sekretariat dhe qëndrojmë mbrapa qendrimit kryetarit. Zotri Ferroti, kuvendi i LDK-s a do të përfshijë një marrëveshje mes anëtarëve që kushdo që do jetë fitues, pra partia do qëndroj unike edhe në kuvend pas tij. Për shkak se edhe nëse i mbijeton sërish Avdigjiku këtij kuvendi, a do t'i ketë 18 pra edhe deputetët e pakënaqur që po themi po e humbin sërish garën në kuvendin zgjedhor, a do t'i ketë prapa në kuvend për një marrëveshje të mundshme? Nuk ka fitues ose humbës në këtë kontekst që shkoi shtronti. Po besoj që po kupton që doli Lutfi i cili nuk janë shumë vjet që ka qenë kundër kandidat i Lumir Avdigjikut edhe ka dhënë shembull më të mirë të demokracisë masat i kuvendit duke urrështuar si në kryetar mbrapa këtë rast zotit Avdigjikut edhe mbrapa vullnetit të fuqisë së delegatëve. Nuk ka figurë që mund të përmi fuqinë e vullnetit delegatëve qoftë
edhe deputati i Kuvendit të Kosovës. Në bazën e këtyre përgatitjeve që përmendet që jeni duke i bërë, kur ka gjasa të tjerët në kuvend, a mund të jetë brenda javës për shkak të fillimeve politike në nivel. U përgjigja më herët, po mundohemi. Tregutas në çfarë faze në fakt janë këto përgatitje. Po duheni të jeni dorëmtar, që jemi edhe na si parti, edhe me ditë që ka një punë edhe ka një procedurë i cila i merr doku, e cila nuk parashikohet në perspektivë turve as ditëve. Jemi me këtë kapacitetin të punu dhe besoj që kemi me organizu shumë shpejt. Ju faleminderit shumë. Nuk mund shprehje nëse çka duhet mendoj vetëvendosja për çështjet tona të brendshme, bile i kisha po ftesë mos më mendu hiç, se kemi njerëz tonë, kemi anëtarët e kryesisë, kemi këshillin e përgjithshëm dhe kemi delegatë të kuvendit të përgjithshëm, praktikisht nimërit njerëzve të cilët kanë çka më mendu për LDK-n, për kryetarin edhe për opsionet që i kanë përmendni edhe thoni që jeni pro formimit të institucioneve. Po. Në rast institucionet përfshija dhe zgjedhjen e presidentit, gjasat më të mëdha, bazuar edhe në kushtetutë që i takon lëvizjes vetëvendosje formimi i qeverisë, i bën që ju duni me vendosjen me formu institucionet. Nuk i bën që duhet na. Nuk i bën që duhet na. Okej, vetëvendosja. I bën që vetëvendosja duhet me gjetë një partner që plotson numrin e votave që duhet qëndrojnë në kuvend për A jeni jo? tash tipo apo vlet na mend vetëvendosjes atë LDK-s. Jo, ne po flas si gazetare, po shtroj pyetje, një pyetje që Po shtrojmë pyetje suggestive. po a konsideroni Unë ju kisha falendëruar, ju kisha thash nuk konsideroj që vetëvendosja ka nevojë me mendu për punët tona të brendshme. që vjen munën me Është vetëvendosja është partia e parë. Ajo e zgjidh siç prejonës ton, ju lutem. Prejonës ton, kryetari ka deklaruar që ndajmë dje, që i pezullan takimet derisa të kryejnë punën tonë të brendshme. Ju faleminderit shumë për Kollég,